Si grup parlamentar natyrisht dakord që të rifillojmë punën mbas një fushate të suksesshme për të gjithë, mbi të gjitha për vendin, për shqiptarët. Ose së përqeshur jemi në parlament, nuk jemi në cirk. Nuk jemi në cirk. Kështu që natyrisht që ne kemi plot arsye që të kërkojmë edhe diskutime jashtë rendit ditës, sepse kemi shumë arsye. Shumë falenderime për gjithë shqiptarët, por nuk është ky momenti. Kjo është seanca e parë, do të kemi disa seanca intensive deri në fillim të korrikut, kur nuk mund të marrim dot më pastaj vendime për të miratuar projekt ligje. Kështu që të nderuar kolegë deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, po doni edhe të grupeve tjera, të punojmë me intensitet që rreth 25-30 akte të depozituara, ti miratojmë në këto 5-6 seanca që kemi në vijim, kështu që jemi plotësisht dakord me këtë renditet vazhdojmë punën duke filluar nga entja tjetër me miratimin e projektakteve. Shumë faleminderit.